Asaj i ndaloi të hante ushqimin e paradites në shkollë si ndëshkim. Qëndronte e veçuar në një cep të klasës, ndërsa shokët e shoqet hanin dhe qeshnin. E gjithë kjo quhej edukim, derisa babai i saj e zbulon dhe kështjella e fasadës fillon të shembet. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Vila në blok, lagje e njohur e Tiranës, zgjohej para diellit. Artan Hoxha ishte tashmë me kostum në 5:30 të mëngjesit, duke rishikuar emailet në celular ndërsa zbriste shkallët prej mermeri italian. Heshtja e shtëpisë ishte absolute, e thyer vetëm nga tingulli i matur i hapave të tij dhe nga zhurma e largët e motorit të makinës që po ndizej në garazh. Gëzimi, shoferi që punonte për familjen prej 15 vjetësh, ishte tashmë në postin e tij, i përpikt si gjithmonë. Artani ishte 42 vjeç dhe drejtonte një perandori teknologjike që punësonte më shumë se 3000 njerëz. Rutina e tij ishte matematikore, mbledhje nga ora 7 deri në 10, dreka biznesi, videokonferenca me investitor ndërkombëtar, darka me klient. Gjithçka e llogaritur në milimetër, gjithçka e ekzekutuar në mënyrë perfekte. Nuk kishte vend për improvizim në jetën e një njeriu që e kishte shndërruar një startup në bodrumin e shtëpisë së prindërve në një nga kompanitë më të vlefshme në tregun shqiptar të aplikacioneve për biznese. Teto Lulja, guvernantja që kujdesej për vilën që para se të lindte vajza e Artanit, ishte tashmë në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin. Ishte 63 vjeçe, me flokë të thinjur gjithmonë të mbledhur në një topuz të patëmet dhe duar të kallojzuara nga dekada pune. Njihte çdo cep të asaj shtëpie, çdo pikturë të varur në mur, çdo fotografi të ruajtur në sirtar. Kishte qenë dëshmitare e martesës së Artanit me Elirën, kishte ndjekur shtatzënin, e kishte mbajtur Anisën e vogël në krah menjëherë pasi lindi. Dhe kishte qenë gjithashtu aty 3 vjet më parë, kur Elira u nda nga jeta pas një pneumonie që u zhvillua në mënyrë të papritur, duke lënë një zbrazëti që asnjë mobilje firmato nuk mund ta mbushte. Anisa ishte 8 vjeçe dhe flinte në dhomën e katit të dytë, të dekoruar me tone roz të qelet dhe plot me libra me përralla që ajo rallëherë i lexonte vetëm. Vajza kishte sytë jeshil të sëmës dhe flokët gështenjë të errët të atit, gjithmonë të lidhur në 2 gërsheta që teto Lulja ja bënte me durim çdo mëngjes. Ishte një fëmijë i bukur, i edukuar, tepër i heshtur për moshën e saj. Në shkollë, mësueset thoshin se ishte e turpshme, por e talentuar për vizatim. Në shtëpi, kalonte orë të tëra në dhomë duke bërë skica peizazhesh, kafshësh dhe, kryesisht, të fytyrës së sëmës që po zbehej në kujtesë. Atë mëngjes të martë marsi, Artani zbriti shkallët me çantën e tij të punës nën krah, kaloi pranë kuzhinës pa e parë kafen e përgatitur, mori një mollë nga frutatiera dhe doli nga dera anësore që të çonte direkt në garazh. Teto Lulja pshertiu, fshiu duart në përparse dhe u ngjit ngadalë për të zgjuar Anisën. E gjeti vajzën tashmë të ulur në krevat, duke parë nga dritarja qiellin që po fillonte të zbarte. Mirë mëngjes, Lulja ime e vogël, tha guvernantja me zërin e butë që e ruante vetëm për fëmijën. Mirë mëngjes, teto Lulja, u përgjigj Anisa, duke zbritur nga krevati dhe duke veshur shapkat me një brirësh. Babai ju doli tashmë për në punë, por të la një puthje, gënjeu teto Lulja për të 100 herë, sepse e dinte që ato gënjeshtra të vogla të bardha ishin e vetmja përkëdheli që vajza merrte para se të përballej me ditën. Anisa nuk tha asgjë. Vetëm tundi kokën dhe shkoi në banjë për të larë fytyrën. E kishte mësuar tashmë se të pyeste për të atin ishte e kohë. Ai ishte gjithmonë i zënë, gjithmonë me ndonjë mbledhje të rëndësishme, gjithmonë duke premtuar se në fundjavë gjërat do të ishin ndryshe. Por fundjavat vinin dhe Artani ishte në zyrë, ose duke udhëtuar për të mbyllur ndonjë kontratë, ose i pranishëm fizikisht, por mungonte mendërisht me sytë të ngulitur në ekranin e laptopit. Kolegji Iliria ndodhej në zonën e ish stacionit të trenit, një ndërtesë moderne me klasa me ajër të kondicionuar, fusha sportive të teknologjisë së fundit dhe tarifa mujore që kushtonin më shumë se rroga e shumë familjeve shqiptare. Anisa studionte atje që në moshën 4 vjeçare. Njihte çdo korridor, çdo cep të oborrit, çdo stol nën pemë ku i pëlqente të ulej vetëm gjatë pushimit. Kishte disa shoqe me të cilat bisedonte, por jo miqësi të thella. Ishte sikur të kishte një mur të padukshëm mes saj dhe fëmijëve të tjerë, një siklet që as ajo vetë nuk dinte ta shpjegonte. Ishte në prill, menjëherë pas festave të Pashkëve, kur erdhi mësuesja e re.
Mësuese Valbona Koci ishte 36 vjeçe, e diplomuar për pedagogji në Universitetin e Tiranës me specializim në psikopedagogji, me një CV të patëmet dhe referenca të shkëlqyera. Kishte flok bjond të lyer, gjithmonë shumë të rregulluar, vishte rroba elegante por të matura dhe dinte saktësisht se çfarë të thoshte në çdo situatë. Drejtoresha e kolegjit e prezantoi si një profesioniste të jashtëzakonshme që vinte për të marrë klasën e tretë pasi mësuesja e mëparshme u desh të largohej për arsye shëndetësore. Valbona buzëqeshte shumë. Përshëndeste prindërit në port, dërgonte mesazhe të dashura në grupet e WhatsApp-it, postonte foto të aktiviteteve në klasë, organizonte evente integruese. Brenda pak javësh, ishte bërë e dashur për të gjithë. Prindërit vlerësonin përkushtimin e saj, koordinimi pedagogjik theksonte metodat e saj inovatore, fëmijët dukej se i pëlqenin orët e artit që ajo i drejtonte me aq entuziazëm. Anisa i tërhoqi vëmendjen që ditën e parë. Valbona vuri re se vajza ishte ndryshe nga të tjerat, më e qetë, më vëzhguese, me një talent të natyrshëm për vizatim që meritonte të kultivohej. Filloi ta lavdëronte në klasë, t'i vendoste punimet e saj në mural, të dërgonte shënime në ditarin e shkollës duke e përgëzuar për përkushtimin. Artani, i cili rrallë e shikonte ditarin, filloi të merrte emaile direkte nga mësuesja. Zoti Hoxha, do të doja të bisedoja për zhvillimin artistik të Anisës. Ajo ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe besoj se mund të punojmë së bashku për ta stimuluar edhe më shumë. Jam në dispozicionin tuaj për një takim kur të jetë e përshtatshme. Artani u përgjigj në mënyrë automatike, duke falendëruar dhe duke thënë se së shpejti do të caktonte një orar. Por u deshën 3 emaile dhe një telefonat nga sekretaria e shkollës që ai më në fund të shfaqej një pasdite të enjte, mes 2 mbledhjeve, për të biseduar 15 minuta me mësuesen e së bijës. Valbona e priti në sallën e mbledhjeve me një buzëqeshje të ngrohtë, kafe të përgatitur dhe një dosje plot me vizatime të Anisës të organizuara kronologjikisht. Artanit i bëri përshtypje. Askush nuk kishte treguar ndonjëherë kaq shumë kujdes për vajzën e tij. Mësuesja foli me njohuri, theksoi përparimin e vajzës, sugjeroi aktivitete jashtëshkollore, përmendi se vërente tek ajo një farë trishtimi që mund të punohej përmes artit. I mungon e ëma, apo jo, tha Valbona me një ton mirëkuptimi që dukej i sinqert. Artani ndjeu një lëmsh në fyt. Po, tha vetëm, duke shmangur shikimin. Fëmijët që kalojnë humbje kanë nevojë për shumë mbështetje emocionale. E di që jeni një njeri i zënë, por Anisa duhet të ndjejë se nuk është vetëm. Unë mund të ndihmoj. Kam përvojë me raste të ngjashme. Biseda zgjati gjysmë ore. Artani doli prej andej duke ndjerë një përzierje faji dhe lehtësimi. Faj sepse e dinte që vërtet ishte mungesor. Lehtësim sepse kishte gjetur dikë që dukej se e kuptonte vajzën e tij dhe ishte e gatshme të ndihmonte. Filloi t'u kushtonte më shumë vëmendje emaileve të Valbonës, të cilat gjithmonë sillnin lajme të reja për Anisën, gjithmonë me një ton mikpritës dhe profesional. Ishte teto Lulja ajo që e vuri re e para se diçka nuk shkonte. Ajo i njihte fëmijët. Kishte rritur 3 fëmijë dhe kishte ndihmuar në kujdesin e 5 nipërve e mbesave. Dinte ta dallonte kur një fëmijë ishte vërtet i lumtur dhe kur thjesht po bindej. Dhe Anisa, megjithse sillte në shtëpi vizatime të lavdëruara dhe shënime pozitive në ditar, dukej gjithnjë më e mbyllur në vetvete. Zoti Artan, duhet të flas me ju, i tha ajo një mëngjes të shtunë, kur arriti ta gjente në kuzhinë duke pirë kafe para një dite tjetër pune. Teto Lulja, jam me nxitim. Mund të flasim shpejt? Bëhet fjalë për vajzën. Ajo nuk është mirë. Si nuk është mirë? Notat e saj janë të shkëlqyera. Mësuesja dërgon vetëm lavdërime. Nuk bëhet fjalë për nota, zoti Artan. Bëhet fjalë për sjelljen e saj. Ajo është shumë e trishtuar. Nuk qesh më si më parë. Qëndron me orë të tëra duke parë foton e zonjës Elira. Ka makthe pothuajse çdo natë. Artani kaloi dorën në përfytyr, i paduruar. Teto Lulja, ajo ka humbur nënën. Është normale që ende po e përpunon zin. Psikopedagogia që na rekomandoi shkolla tha se është një fazë. Por zoti Artan, a nuk e kuptoni se vajza ka nevojë për ju? Paratë dhe shkolla e mirë janë të rëndësishme, por ajo ka nevojë për një përqafim, për një bisedë, për të ndjerë se babai i saj është i pranishëm. Po bëj më të mirën që mundem, teto Lulja. Punoj çdo ditë për të siguruar që ajo të ketë gjithçka.
A nuk mendoni se e di që nuk jam baba i perfekt? Por po përpiqem. Guvernantja uli sytë. E dinte se kishte kufi në atë bisedë. Ishte një punonjëse, nuk kishte të drejtë të këmbëngulte më shumë se ç'kishte thënë tashmë. Vetëm tundi kokën dhe u kthye në punët e saj, por shqetësimi vazhdonte të ishte aty, duke u rritur dita ditës. Valbona filloi të shfaqej më shumë në jetën e Artanit. Së pari, ishte një takim i rastësishëm në supermarketin e lagjes, ku shkëmbyen disa fjalë për Anisën. Më pas, një ftesë për një kafe të shpejtë për të diskutuar një projekt arti që klasa do të zhvillonte dhe që kishte nevojë për mbështetjen e prindërve. Artani pranoi, më shumë për mirësjellje se sa për interes, por në fund e gjeti bisedën të këndshme. Valbona ishte inteligjente, e kulturuar, dinte të fliste për artin, letërsinë, madje edhe për teknologjinë. Ishte një grua interesante, ndryshe nga ekzekutivet robotike me të cilat ai kishte të bënte në punë. E admiroj shumë atë që keni ndërtuar, i tha ajo në një nga këto takime. Duhet të jetë e vështirë të pajtosh një karrierë kaq kërkuese me rritjen e një vajze i vetëm. Është sfiduese, pranoi Artani. Ndonjëherë ndjej se po dështoj në të gjitha frontet. Ju nuk po dështoni. Po bëni atë që mundeni. Dhe Anisa e ndjen këtë. Ajo flet për baban e saj me shumë krenari. Artani buzëqeshi, i prekur nga ato fjalë. Kishte kohë që dikush nuk e vlerësonte në atë mënyrë. Në punë, gjithçka ishte për rezultatet, shifrat, objektivat. Aty, me Valbonën, ndjente se dikush e shihte si qenie njerëzore, jo vetëm si një biznesmen i suksesshëm. Muajt kaluan. Qershori erdhi me festat e fundvitit shkollor. Valbona organizoi një shfaqje të bukur, me të gjithë fëmijët të veshur me kostume dhe Anisën në qendër, duke mbajtur një pankartë që e kishte vizatuar vetë. Artani arriti të dilte nga puna më herët për të parë. U emocionua kur pa vajzën në skenë, edhe pse vuri re se ishte më nervoze se fëmijët e tjerë. Në fund, Valbona erdhi ta përshëndeste duke rrezatuar. Anisa ja doli mrekullisht. Duhet të jeni krenar. Jam, tha ai, dhe ishte e vërtetë. Ishte në këtë kohë që ftesat e Valbonës u bën më të shpeshta. Një drek për të diskutuar mundësinë që Anisa të merrte pjesë në një konkurs vizatimi. Një darkë sepse ajo kishte gjetur një vend për vajzën në një kurs akuareli. Artani, i cili më parë refuzonte pothuajse të gjitha angazhimet shoqërore, filloi të pranonte. I pëlqente shoqëria e Valbonës. Ajo ishte e lehtë, interesante, dukej se vërtet interesohej për Anisën. Dhe ai ishte i lodhur duke qenë vetëm. Teto Lulja vëzhgonte gjithçka me shqetësim në rritje. Jo se ishte kundër që shefi i saj të ribënte jetën. Ai ishte i ri, kishte të drejtë të ishte sërish i lumtur. Por kishte diçka te Valbona që e shqetësonte. Ndoshta ishte mënyra se si ajo shikonte shtëpinë kur vinte për të marrë Artanin, duke vlerësuar çdo detaj. Ose mënyra se si buzëqeshja e saj ndryshonte në mënyrë delikate kur Anisa afrohej, duke u bërë pak më mekanike, më pak e sinqertë. Ose fakti që, sa herë që Valbona ishte afër, vajza bëhej edhe më e qetë, sikur të ishte duke u vlerësuar gjatë gjithë kohës. Guvernantja u përpoq ta prekte sërish temën në mënyrë delikate. Zoti Artan, jeni i lumtur me mësuese Valbonën? Artani buzëqeshi. Jam, teto Lulja. Ajo është një grua e mrekullueshme. Inteligjente, e përkushtuar ndaj Anisës. Kishte kohë që nuk ndihesha kështu. Gruaja më e moshuar sforcoi një buzëqeshje. Gëzohem për ju. Vetëm doja të dija nëse Anisa është gjithashtu e lumtur me këtë afrim. Artani rudhi vetullat. Sigurisht që është. Valbona është mësuesja e saj. Ato kanë një marrëdhënie të shkëlqyer. Teto Lulja donte të thoshte jo, se Anisa nuk dukej e lumtur, se vajza mblidhej sa herë që shfaqej Valbona, se kishte diçka të çuditshme në ata sy gjoja të dashur. Por fjalët i ngelen në fy. Kush ishte ajo për të vënë në dyshim zgjedhjet e shefit? Në shtator, Artani dhe Valbona zyrtarizuan lidhjen e tyre. Lajmi u përhap në shkollë si zjarri në kashë. Disa prindër e gjetën romantike, të tjerë komentuan me zë të ulët se situata u dukej pak e çuditshme, por askush nuk tha asgjë hapur. Valbona ishte shumë e dashur, Artani ishte shumë i rëndësishëm dhe, në fund të fundit, kush ishin ata për të gjykuar? Anisa ishte e fundit që e mori vesh.
Artani u ul me të një pasdite të diel, gjë shumë e rrallë, dhe i shpjegoi se ishte në një lidhje me mësuese Valbonën dhe se mendonte se do të ishte mirë për të gjithë. Vajza vetëm tundi kokën, pa pyetur asgjë. Babai e interpretoi heshtjen si pranim. Teto Lulja, duke vëzhguar nga dera e kuzhinës, pa atë që Artani nuk mund ta shihte. Sytë e vajzës ishin bosh, të dorëzuar, sikur ajo tashmë e dinte se asgjë që do të thoshte nuk do të bënte ndryshim. Marrëdhënia përparoi shpejt. Në tetor, Valbona tashmë i kalonte fundjavat në vil. Në nëntor, filloi të linte rroba në garderobë. Në dhjetor, në prag të Krishtlindjeve, Artani i propozoi për martesë në një restorant në blok, me të drejtë fotografi diskret dhe unaz diamanti që kushtonte më shumë se një makinë importi. Valbona tha po, e emocionuar, dhe së shpejti lajmi ishte në rrjetet sociale, duke gjeneruar qindra komente dhe pëlqime. Anisa e pa foton e çiftit në celularin e Teto Luljes. Guvernantja u përpoq të maste reagimin e vajzës, por ajo vetëm shikoi, ngriti supet dhe u kthye në dhomë. Atë natë, Teto Lulja e gjeti Anisën duke fshehur një kuti këpucësh në fund të dollapit. Brenda ishin të gjitha fotot e së-ëmës që më parë qëndronin të shpërndara nëpër shtëpi, tani të ruajtura si thesare të ndaluara. Vajza nuk tha asgjë. Vetëm mbylli kutin, e shtyu në cepin më të errët të dollapit dhe ushtri në krevat me shpinë nga dera. Dhe kështu, ndërsa Artani planifikonte një të ardhme që besonte se ishte më e mirë për të gjithë, Anisa përgatitej në heshtje për atë që do të vinte, duke ndjerë se bota rreth saj po ndryshonte në një mënyrë që ajo nuk mund ta kontrollonte dhe që askush nuk dukej i gatshëm t'i dëgjonte frikrat e saj. Dasma u bë në shkurt, një të shtunë me diell në kishëzën e lagjes pranë katedrales, një ceremoni intime me vetëm 50 të ftuar. Valbona vishte një fustan të bardhë të thjesht por elegant, me një buqet me zambak të bardhë në duar, me një buzëqeshje perfekte të stampuar në fytyrë. Artani ishte i patëmet me kostumin italian blu të errët, me unazën që shkëlqente në gisht, me sytë e përlotur nga emocionet kur tha po para në punësit të gjendjes civile. Anisa ishte pranë tyre, me një fustan roz të çelët që përputhej në mënyrë perfekte me tonin e dekorit, me një kuror të vogël lulesh në flok, duke mbajtur një shport me petale trëndafili që duhej t'i hidhte gjatë ceremonisë, por që mbeti e paprekur në duart e saj të dridhura. Fotot e dasmës dolën në 2 blogje të specializuara për evente luksoze dhe në rrjetet sociale të të ftuarve. Artan Hoxha, miliarderi i teknologjisë, më në fund gjen lumturinë pranë edukatores së bukur Valbona Koci. Titulli romantik rëshiste në për ekranet e celularve të Tiranës, ndërsa Anisa, po atë natë, qante në heshtje në jastëk, duke shtrënguar në gjoks të vetmin portret të së-ëmës që kishte arritur ta fshihte nga riorganizimi i madh që Valbona kishte bërë javën para dasmës. Teto Lulja shërbeu darkën e festës së vogël në vil, u kujdes për detajet me efikasitetin e zakonshëm, por zemra i rëndonte. Vëzhgonte Anisën nga larg, vërente se si vajza mblidhej sa herë që Valbona afrohej, se si sforconte një buzëqeshje që nuk i arrinte syt, se si duart i dridheshin lehtë kur njerka i rregullonte fustanin për foto. Guvernantja u përpoq edhe një herë, në prag të dasmës, të paralajmëronte Artanin. U ndërpre para se të mbaronte fjalinë. Teto Lulja, e di që shqetësoheni për Anisën. Por duhet të kuptoni se Valbona është një profesioniste, një edukatore. Ajo di të merret me fëmijët më mirë se kushdo prej nesh. Vajza ka nevojë vetëm për kohë për t'u përshtatur. Është normale të ketë një periudhë përshtatjeje. Fjalët i ngelën në fyt guvernantes. Ajo vetëm tundi kokën dhe u kthye në kuzhinë, ku qau në heshtje ndërsa përgatiste kekun me karota që Anisës i pëlqente aq shumë, duke e ditur se së shpejti ajo recet do të zëvendësohej nga ndonjë version më i sofistikuar dhe më pak i dashur. Muaji i mjaltit ishte në Korçë, vetëm 5 ditë sepse Artani nuk mund të mungonte shumë në punë. Anisa qëndroi në shtëpi me Teto Luljen, e cila bëri çmos t'i përgatiste të gjitha ushqimet e preferuara të vajzës, ta çonte në park, të shihnin filma së bashku, duke u përpjekur të kompensonte në një farë mënyre atë që do të vinte. Kur çifti u kthye, gjithçka ndryshoi. Valbona hyri në vil jo më si vizitore, por si zonjë. Javën e parë, punësoi një dekoratore për të ridizajnuar sallonin kryesor. Perdet bezh që Elira i kishte zgjedhur u zëvendësuan me modele gri të errët. Pikturat me peizazhe shqiptare i lanë vendin abstraksioneve minimaliste. Divani i rehatshëm ku Anisa zakonisht mbështillej për të lexuar u ndërrua me një set dizajni italian, i bukur por i fortë sigur.
Ndryshimet prezantoheshin si përmirësime, modernizim, shije e mirë. Artani miratonte gjithçka, i kënaqur që kishte një grua që kujdesej kaq mirë për shtëpinë. Teto Lulja e kuptoi se nuk ishin vetëm mobilje që po ndërroheshin. Ishte kujtimi i Elirës që po fshihej, pjesë, ambient pas ambienti. Vazoja e qeramikës që Elira e kishte blerë në një udhëtim në Gjirokastër u zhduk. Seti i pjatave me motive lulesh u dhurua. Kristaliera që ruante kujtime familjare ushit. Kur guvernantja guxoi të pyeste për disa sende, Valbona u përgjigj me një buzëqeshje të sjellshme por të prerë. Po ndërtojmë një fazë të re për këtë familje, teto Lulja. Nuk mund të jetojmë në të kaluarën. Anisa shikonte gjithçka në heshtje. Shihte lidhjet e saj të fundit me të ëmën duke u hequr, paketuar, dhuruar, harruar. U përpoq një herë të pyeste të atin për pikturën që ëma e kishte pikturuar dhe që gjithmonë kishte qëndruar në murin e dhomës së ngrënies. Artani, i shpërqendruar, u përgjigj se Valbona mendonte se nuk përshtatej me dekorin e ri, por se mund të qëndronte në dhomën e saj nëse donte. Vajza vrapoi në dhomë, por piktura nuk ishte aty. Kur nuk e mori vesh se ku kishte shkuar. Rregullat e shtëpisë gjithashtu ndryshuan. Valbona hartoi një orar të rrept për Anisën, zgjimi në 6:30, mëngjesi në 7 fiks, studimi nga 7:30 deri në 8, nisja për në shkollë në 8:15. Pas shkollës, një vakt i shpejt, detyrat e shtëpisë nga ora 4 deri në 6, darka në 7, dushi në 8, gjumi në 9. Asnjë televizor gjatë javës. Asnjë ëmbëlsirë para vakteve. Asnjë rëmuj në dhomë. Gjithçka duhej të ishte gjithmonë e organizuar, e pastër, perfekte. Për Artanin, kjo dukej si shenjë e një gruaje të përkushtuar, të shqetësuar për t'i dhënë strukturë thjeshtrës së saj. Për Anisën ishte një burg i maskuar si kujdes. Çdo minutë e ditës ishte e kontrolluar, çdo lëvizje e vëzhguar, çdo gabim i theksuar me një buzëqeshje që maskonte kërkesën. Nëse vajza vonoi 5 minuta më shumë në dush, Valbona trokiste në derë duke i kujtuar se kishte një orar për të respektuar. Nëse linte një laps jashtë vendit, gjente një shënim në tavolinë. Rregulli është shenjë respekti për ata që kujdesen për ty, nëse nuk mbaronte të gjithë ushqimin në pjatë. Dëgjonte se po shpërdoronte punën e kuzhinierit dhe po fyente fëmijët që vuanin nga uria. Teto Lulja përpiqej t'i zbusë gjërat kur Valbona nuk ishte afër. Linte një çokoladë të fshehur në dhomën e Anisës, e lejonte të shihte disa minuta filma vizatimor, e ndihmonte me detyrat e shtëpisë kur vajza bllokohej nga lodhja. Por gjithçka duhej të bëhej fshehurazi, sepse Valbona nuk toleronte që rregullat e saj të viheshin në dyshim apo të zbuteshin. Në shkollë, ku Valbona ende jepte mësim në klasën e Anisës, situata u përkeqësua. Më parë, mësuesja e lavdëronte vajzën publikisht, tregonte vizatimet e saj, e vinte si shembull. Tani, kishte një ndryshim delikat por të dukshëm. Valbona i kërkonte më shumë Anisës se sa fëmijëve të tjerë. Nëse një shok klase dorëzonte një punë të arsyeshme, merrte përgëzime. Nëse Anisa dorëzonte diçka të ngjashme, dëgjonte se mund të kishte bërë më mirë, se nuk po përkushtohej mjaftueshëm, se po shgënjente pritshmëri. Fëmijët e tjerë filluan ta vinin re. Disa shok klase përshpëriknin se Anisa ishte e preferuara e mësueses, gjë që ishte ironikisht e kundërta e së vërtetës. Të tjerëve u vinte keq, por nuk dinin si të ndihmonin. E gjithë klasa kishte mësuar se, kur mësuese Valbona ishte në humor të keq, ishte më mirë të qëndroje i qetë dhe të mos tërhiqje vëmendjen. Ishte në prill, 2 muaj pas dasmës, kur filluan të shfaqeshin shenjat e para fizike. Anisa filloi të ankohej për dhimbje barku. Në fillim ishin episode të izoluara, të trajtuara shpejt si shqetësime kalimtare. Por së shpejti u bën të shpeshta. Çdo mëngjes, para se të shkonte në shkollë, vajza vraponte në banjë, e zbeth, me djersë të ftohta. Teto Lulja sugjeroi se ndoshta ishte më mirë ta çonin te mjeku. Artani ra dakord, por Valbona ndërhyri me zërin e saj të ëmbël dhe profesional. Janë simptoma anktitipike të fëmijëve që po kalojnë ndryshime. E kam parë këtë 10 herë. Anisa ka nevojë për rutinë dhe vendosmëri, jo për mbrojtje të tepruar. Nëse fillojmë të lëshojmë pes sa herë që ajo ankohet për diçka, do të krijojmë një fëmijë manipulues. Artani, i cili nuk kuptonte asgjë nga pedagogjia dhe i besonte verbërisht gruas së tij, e pranoi shpjegimin.
Anisa vazhdoi të shkonte në shkollë edhe kur ndjente dhimbje, edhe kur mezi përqendrohej në mësim, edhe kur kthehej në shtëpi e raskapitur dhe shkonte direkt në shtrat pa ngrënë darë. Netët u bën një torturë. Anisa zgjoi disa herë, duke thirrur të ëmën, duke kërkuar ujë, duke qarë në heshtje. Valbona, e cila flinte në dhomën pranë asaj të Artanit, dëgjonte gjithçka por nuk lëvizte. I thoshte burrit të saj në mëngjes se vajza po testonte kufit, se duhej të mësonte të flinte vetëm, se ishte pjesë e pjekurisë. Artani, i raskapitur nga mbledhjet dhe udhëtimet e shumta, përfundonte duke rënë dakord. Ishte më e lehtë t'i besojë gjykimit të dikujt që dukej se dinte çfarë po bënte. Teto Lulja, megjithatë, nuk mund t'i mbyllte syt para asaj që shite. Vajza po humbiste peshë. Rrobat i rinin të gjera. Fytyra po humbiste ngjyrën. Syt kishin rrath të zinj të thellë. Anisa, e cila më parë adhuronte të vizatonte, mezi i prekte lapsat me ngjyra. Kalonte kohën e lirë vetëm duke parë tavanin, e humbur në mendime që një fëmijë 8 vjeçar nuk duhet t'i ketë. Guvernantja caktoi një bisedë serioze me Artanin një natë kur ai erdhi më herët, gjë e rrallë. Priti derisa ai të hante darkë, priti derisa Valbona të ngjitej në dhomë, dhe pastaj u pozicionua në derën e zyrës ku ai rishikonte tabela. Zoti Artan, kam nevojë që të më dëgjoni me vëmendje. Anisa nuk është mirë. Dhe nuk është vetëm një fazë. Ajo po shuhet. Nuk ha siç duhet, nuk flet siç duhet, nuk luan më. Ajo vajzë po vuan dhe ju nuk po e shihni. Artani hoqi syzet, kaloi dorën nëpër fytyrën e lodhur. Teto Lulja, e di që jeni lidhur me Anisën. Por Valbona është një profesioniste e diplomuar me përvojë. Ajo po zbaton metoda edukative moderne që mund të duken të rrepta, por janë efektive. Vajza ka nevojë për disiplinë, për kufi të qartë. Kjo është dashuri, edhe pse nuk duket kështu. Kjo nuk është dashuri, zoti Artan. Ky është kontroll. Vajza ka frikë. Ajo mblidhet kur Valbona afrohet. Ajo dridhet kur shkon në shkollë. Kjo nuk është normale. Toni i Artanit ndryshoi, u bë i ftohtë. Po i kaloni kufit tuaj, teto Lulja. Valbona është gruaja ime dhe njerka e Anisës. Nuk do të pranoj që të vini në dyshim mënyrën se si ajo kujdeset për vajzën time. Nëse nuk jeni e kënaqur duke punuar këtu, mund ta kuptoj. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Teto Lulja ndjeu lotët t'i digjnin syt, por nuk i la të binin. Tundi kokën, kërkoi falje për ndërhyrjen dhe doli nga zyra me zemër të thyrë. E dinte se kishte dy zgjedhje, të pranonte në heshtje ose të rrezikonte të humbiste punën dhe, më keq, të humbiste mundësinë për të qenë aty për të mbështetur Anisën në momentet kur ajo kishte më shumë nevojë. Zgjodhi të qëndronte. Por faji e brengoste nga brenda. Muajt në vijim ishin një spirale rënëse e maskuar si normalitet. Për ata që shihnin nga jashtë, gjithçka dukej perfekte. Familja Hoxha postonte foto të buzëqeshura në rrjetet sociale. Artani dhe Valbona shfaqeshin së bashku në evente bamirësie, darka biznesi, festa shkolle. Anisa ishte gjithmonë pranë tyre, e veshur në mënyrë të patëmet, me flokë të rregulluar, me një buzëqeshje të sforcuar. Imazhi i familjes së lumtur shitej dhe bliej pa pyetje. Por brenda vilës, realiteti ishte tjetër. Valbona intensifikoi kontrollin. Filloi të rishikonte çantat e Anisës çdo ditë, duke kërkuar shënime, vizatime, çdo gjë që e konsideronte të papërshtatshme. Gjeti një herë një letër ku vajza kishte shkruar, do të doja që mami të ishte këtu. Valbona e ruajti letrën, ia tregoi Artanit si provë se Anisa po lidhej shumë me të kaluarën dhe kishte nevojë për ndihmë psikologjike për ta kapërcyer. Artani, i shqetësuar, punsoi një psikologe. Valbona bëri që mos të zgjidhte profesionisten, një kolege fakulteti që kishte të njëjtën linjë mendimi. Fëmijët kanë nevojë për strukturë, kufi dhe disiplinë. Seancat e terapisë u bën një detyrim tjetër në rutinën tashmë mbytëse të Anisës. Psikologjia, e ndikuar nga rrëfimi i Valbonës, fokusohej në bërjen e vajzës të pranonte konfigurimin e ri familjar, të ndalonte se jetuari në zi, të ishte mirënjohëse për gjithçka që kishte. Anisa mësoi shpejt se nuk ja vlente të thoshte të vërtetën. Kur u përpoq t'i thoshte psikologes se kishte frikë nga njerka, profesionistja u përgjigj se kjo ishte rezistencë e natyrshme dhe se ajo duhej të përpiqej më shumë për të pranuar dashurinë që Valbona i ofronte. Vajza nuk e preku më kurrë temën.
filloi të përgjigjej atë që dinte se donin të dëgjonin. Po përshtatej, po, njerka ishte e mirë, po, gjithçka ishte në rregull. Në shkollë, situata arriti një pikë kritike një mëngjes qershori. Ishte dita e prezantimit të punimeve në grup dhe Anisa, së bashku me 3 shok klase, duhej të prezantonte një projekt për kafshët e Amazonës. Vajza kishte kaluar ditë të tëra duke vizatuar ilustrime për pankartën, një nga gjërat e pakta që ende arrinte ta bënte me një farë kënaqësie. Por në momentin e prezantimit, nervoze, belbëzoi kur lexoi pjesën e saj. Harroi një fjali, filloi nga e para, duart I dridheshin duke mbajtur letrën. Valbona, përballë klasës, vëzhgonte me një buzëqeshje që nuk I arrinte sy. Kur Anisa mbaroi, mësuesja nuk e lavdëroi. Vetëm tha, para gjithë klasës, duket se dikush nuk është përgatitur siç duhet. Anisa, kam nevojë që ti marrësh më seriozisht përgjegjësitë e tua. Mund të kthehesh në vendin tënd. Vajza u ul me fytyrën që I digjej nga turpi. Grupet e tjera prezantuan dhe të gjithë morën përgëzime, duartrokitje, lavdërime. Anisa mori heshtje. Në kohën e pushimit qëndroi vetëm në një cep të oborrit, pa mundur të hante sanduiçin që Teto Lulja ja kishte përgatitur me aq dashuri. Një nga punoniset e mensës, Teto Drita, një zonjë rreth të 50-tave që punonte aty prej një dekade, e vuri re. U afrua pranë vajzës, u ul pranë saj. Çfarë ke, vogëlushe? Pse nuk po ha? Anisa e shikoi me sy të përlotur. Nuk kam uri, Teto Drita. Punonisja nuk këmbënguli, por vazhdoi të vëzhgonte. Ditët në vijim, vuri re një model, Anisa rallëherë hante të gjithë ushimin. Hidhëronte gjysmën, fshite pjesë në pecet, kalonte më shumë kohë duke luajtur me ushimin se sa duke ngrënë. Teto Drita komentoi me punoniset e tjera. Të gjitha ranë dakord se kishte diçka të çuditshme, por askush nuk e dinte saktësisht se çfarë. Në fund të fundit, mësuese Valbona ishte aq e përkushtuar, aq e pranishme, si mund të kishte ndonjë problem. Ishte një pasdite korriku, një ditë e ftohtë dhe me shi, kur Teto Lulja gjeti diçka që I ngriu gjakun. Po rregullonte dhomën e Anisës duke ndëruar çarçafët kur pa një fletore të fshehur në 2 sheh. Normalisht respektonte privatësinë e vajzës, por diçka e shtyu ta shikonte. Hapi fletoren dhe gjeti faqe pas faqesh me shënime të shkruara me dorë, me shkrim të rrituri, shkrim që e njohu menjëherë si të Valbonës. Ti duhet të jesh më e mirë. Nuk mund ta zhgënjesh baban tënd. Nëse I thua dikujt diçka, babai yt do të mërzitet shumë dhe faji do të jetë I yti. Ha gjithçka që ke në pjatë, fëmijët që shpërdorojnë ushqim nuk meritojnë të kenë çfarë të hanë. Mjaft qave, je shumë e madhe për këtë. Mami yt nuk do të kthehet, kështu që më mirë pranoje sa më shpejt. Kishte 10 shënime. Disa me fraza motivuese të shtrembëruara, të tjera me kërcënime të fshehura, të gjitha të shkruara në një ton që përziente dashuri të rreme me kontroll absolut. Teto Lulja u ul në krevat, duke mbajtur fletoren me duar të dridhura, duke ndjerë të përzierat që I ngjiteshin në fyll. Kjo nuk ishte edukim. Ky ishte abuzim emocional, sistematik, mizor, I fshehur pas një fasade profesionalizmi. Ajo duhej t'ia tregonte këtë Artanit. Duhej ta bënte atë të shite. Zbriti shkallët me fletoren nën krah, e vendosur. Por kur arriti në salon, gjeti Valbonën të ulur në divan, duke lëvizur në celular me atë buzëqeshje të qetë të stampuar në fytyrë. Njerka ngriti syt, pa fletoren në duart e guvernantes dhe buzëqeshja e saj u tendos 1 milimetër më shumë. Çfarë është kjo, Teto Lulja? Guvernantja hezitoi. Ishin vetëm ajo dhe Valbona aty. Artani nuk do të vinte para orës 9 të mbrëmjes. Anisa ishte në dhomë. Nëse do ta tregonte fletoren tani, Valbona do të kishte kohë të krijonte një justifikim, të kthente situatën, ta bënte të dukej se Teto Lulja po shpikte gjëra. Dhe më keq, mund të hakmerej ndaj vajzës më vonë, duke e fajsuar atë për ruajtjen e shënimeve. Është vetëm një fletore e Anisës që ka nevojë për një kopertinë të re, gënjeu, duke sforcuar një buzëqeshje. Valbona e studioi për një moment të gjatë, si një grabitqar që vlerëson prenë. Pastaj tundi kokën, u kthye te celulari. Teto Lulja u ngjit përsëri lart, e ruajti fletoren në fund të dollapit të saj, ku Valbona nuk do të kërkonte kurrë. Do të priste momentin e duhur. Duhej të ishte strategjike. Duhej të sigurohej që, kur ta tregonte atë, Artani nuk do të kishte si ta mohonte, ta shmangte, ta injoronte.
por ai moment I duhur duke I gjithnjë e më I largët, ndërsa Anisa shuhej pak më shumë çdo ditë që kalonte, e bllokuar në një rrjet kontrolli që shtrëngohej në heshtje. Gushti erdhi duke sjellë një të ftohtë të pazakont për Tiranën. Mëngjeset zgjoheshin të mbështjella me mjegull, qielli qëndronte gri për ditë të tëra dhe lagështia depërtonte nëpër kocka. Anisa zgjohej gjithnjë e më herët, e zgjuar nga makthej që nuk arrinte t'i shpjegonte. Kalonte agimet duke parë tavanin, duke dëgjuar hapat e Valbonës në korridor, kërcitjen e dyrëve që hapeshin dhe mbylleshin, atë prani të vazhdueshme që e bënte të ndihej e vëzhguar edhe kur ishte vetëm. Simptomat fizike u intensifikuan. Dhimbjet e stomakut ishin të përditshme tani, të shoqëruara me të përzjera në mëngjes që e bënin të vilte para se të shkonte në shkollë. Anisa ishte e zbeth, me rrath të zinj vjollës që I shënonin fytyrën fëminore. Rrobat e saj, edhe pasi teto lulja I rregullonte, vazhdonin t'i rrinin të gjera. Vajza po zhdukej fjalë për fjalë para syve të gjithëve, por vetëm guvernantja dukej se e shihte vërtet. Artani ishte më mungesor se kurrë. Kompania po kalonte një bashkim kompleks me një grup evropian duke kërkuar mbledhje që zgjateshin deri në agim, udhëtime të minutës së fundit, videokonferenca me drejtues nga zona të ndryshme kohore. Ai dilte para orës 6 të mëngjesit dhe kthehej pas orës 10 të natës. Kur arrinte të hante darkë në shtëpi, Valbona monopolizonte bisedën me rrëfime për ditën, për shkollën, për mënyrën se si Anisa po përparonte në drejtimin e saj të prerë. Artani dëgjonte I shpërqendruar, firmoste dokumente mes kafshatave, u përgjigjej emaileve nga celulari ndërsa gruaja e tij fliste. Anisa hante darkë në heshtje, duke e shtyr ushimin nga njëra anë e pjatës në tjetrën, duke ngrënë sa më pak të ishte e mundur pa e vënë re Valbona. Kishte mësuar teknikën e fshehjes së ushimit në pecet, të përtypjes së ngadalë për t'u dukur sikur po hante, të pirjes së shumë uji për të dhënë përshtypjen se ishte e ngopur. Gjëja e fundit që donte ishte t'i jepte Valbonës një arsye për të krijuar një rregull tjetër, një dënim tjetër të maskuar si mësim edukativ. Netët ishin momenti më I tmerrshëm. Valbona kishte vendosur një rutinë për të kontrolluar dhomën e Anisës para se vajza të flinte. Thoshte se ishte për të verifikuar nëse gjithçka ishte e rregullt, nëse detyrat e shtëpisë ishin të plota, nëse materialet shkollore ishin gati për ditën tjetër. Por Anisa e dinte se ishte kontroll I pastër. Njerka hapte sirtarët, kontrollonte dollapin, kalonte gishtin nëpër rafte duke kërkuar pluhur, lexonte shënimet në fletore. Dhe gjithmonë linte një shënim të ri në komodinë ose brenda çantës së shkollës. Ti mund të bësh më mirë. Babai yt punon kaq shumë për ty, mos e zhgënje. Nesër dua të shoh më shumë përkushtim. Mos haro, vajzat e edukuara nuk ankohen, ato falenderojnë. Teto Lulja përpiqej të kompensonte në të vetmen mënyrë që mundej. Përgatiste pjatat e preferuara të Anisës, linte filma vizatimor të regjistruar që ajo t'i shihte fshehurazi, shpikte justifikime për ta nxjerrë nga shtëpia në fundjavë kur Artani udhëtonte dhe Valbona kishte angazhime. E çonte vajzën për të ecur në parkun e madh të liçenit artificial, I blinte akullore, ulej në një stol dhe e linte të qëndronte e qetë, thjesht duke ekzistuar pa u kërkuar, vëzhguar apo gjykuar. Në ato momente, Anisa relaksohej pak, merrte frymë thellë, ndonjëherë edhe skiconte një buzëqeshje. Por guvernantja e dinte se nuk ishte e mjaftueshme. Fletoria me shënimet vazhdonte të ishte e fshehur në dollapin e saj, duke I rënduar në ndërgjegje. Ajo duhej t'ia tregonte Artanit, por çdo përpjekje për të biseduar me të ndërpritej, shtyhej ose rezultonte në një përgjigje të paduruar. Biznesmeni ishte plotësisht I konsumuar nga puna dhe I verbuar nga besimi që I kishte dhënë Valbonës. Në shkollë, situata arriti nivele të reja mizorie të maskuar. Valbona, duke vënë re se Anisa ishte gjithnjë e më e shuar, intensifikoi kontrollin me justifikimin se po e ndihmonte vajzën të dilte nga apatia. Filloi të zbatonte atë që e quante ushtrime përgjegjësie. Një nga këto ushtrime ndodhte në kohën e pushimit. Valbona filloi të merrte çantën e ushqimit të Anisës sapo vajza arrinte në klasë, e ruante në një sirtar të mbyllur me çelës dhe ja kthente vetëm nëse konsideronte se ajo ishte sjellë siç duhet gjatë mësimeve të mëngjesit. Çdo gabim, çdo shpërqendrim, çdo përgjigje e gabuar ishte arsye që çanta e ushqimit të qëndronte e mbyllur. Anisa pastaj qëndronte e ulur në cep të klasës gjatë pushimit, duke parë shokët e klasës të hanin, të luanin, të qeshnin, ndërsa ajo vetëm vëzhgonte me stomakun që I gëryente dhe zemrën të shtrënguar. Kur ndonjë shok klase I ofronte gjysmën e ushqimit, Valbona ndërhynte,
Jo, falenderoje por mos e prano. Anisa duhet të mësoj se gjërat fitohen me përpjekje, jo me mëshiren e të tjerëve. Mësuesit e tjerë filluan ta vinin re. Teto drita nga mensa e shite Anisën të izoluar pushim pas pushimi. Mësuesi i edukimit fizik vuri re se vajza ishte e dobët, e trullosur, pa energji për të marrë pjesë në aktivitete. Bibliotekarja vuri re se Anisa shkonte atje jo për të lexuar, por për të fshehur, për të pasur një vend ku askush nuk e vëzhgonte për disa minuta. Disa profesionistë u përpoqën të bisedonin me koordinimin pedagogjik. Por Valbona ishte jashtëzakonisht e lidhur mirë. Kishte miqësi të ngushtë me drejtoreshën, admirohej nga prindërit për përkushtimin e saj të dukshëm, merrte pjesë në të gjitha mbledhjet dhe këshillat. Kur dikush shprehte shqetësim për Anisën, Valbona shpjegonte me durim dhe vendosmëri profesionale se vajza po kalonte një proces të vështirë përshtatjeje familjare, se kishte tendenca manipuluese tipike të fëmijëve që kanë humbur nënën dhe se metoda e zbatuar rekomandohej nga psikopedagog të njohur. Dhe gjithmonë përfundonte me, babai i beson plotësisht punës sime. Ai është një mbështetës i madh i shkollës. Përmendja e Artanit dhe donacioneve të tij bujare për institucionin funksiononte si një heshtës efektiv. Askush nuk donte të rrezikonte të krijonte një problem me një familje kaq të rëndësishme. Kështu, shqetësimet gëlltiteshin, shikimet e shqetësuara shmangeshin dhe Anisa vazhdonte rënien e saj të vetmuar drejt një humner që askush nuk duke i gatshëm ta ndalonte. Ishte një pasdite e martë, dita e 12 e gushtit, kur gjithçka ndryshoi. Artani ishte në zyrën e tij në qendrën e biznesit pranë arenës kombëtare, i rrethuar nga dokumente, duke u përgatitur për një mbledhje vendimtare me investitorët evropian të caktuar për orën 3 të pasdites. Sekretarja e tij hyri me një shprehje të shqetësuar. Zoti Hoxha, duhet t'ju informoj se mbledhja e orës 3 është shtyrë për nesër. Problem teknik me lidhjen nga ana e tyre. Artani rudhi vetullat, fillimisht i irrituar, por pastaj shikoi orën. Ishte 2:15. Për herë të parë në muaj, kishte pasditën të lirë. Mendoi të përfitonte për të avancuar në projekte të tjera, por diçka brenda tij, një shqetësim që ishte rritur javët e fundit, e bëri të merrte një vendim tjetër. Do të marr vajzën time nga shkolla sot. Anulo angazhimet e mia deri në orën 6. Sekretarja u duke habitur, por vetëm tundi kokën. Artani mori gjaketën, zbriti në garazh dhe i dha makinës vet deri në zonën e ish stacionit të trenit. Nuk e njoftoi Valbonën. Nuk njoftoi askën. Thjesht donte të bënte diçka që nuk e kishte bërë prej shumë kohësh, të ishte i pranishëm në jetën e së bijes në mënyrë të papritur, ta befasonte, ndoshta ta çonte për të ngrënë akullore, të bisedonte, të rilidhej me atë vajzë të vogël që dukej se po distancoi gjithnjë e më shumë. Arriti në kolegjin Iliria rreth orës 2:50, 15 minuta para orarit të zakonshëm të daljes. Parkoi pak larg hyrjes kryesore, hyri në recepcion ku u prit me buzëqeshje dhe nderime nga stafi administrativ. Tha se donte t'i bënte një surprizë së bijes, se do të donte ta priste pranë klasës. Recepcionistja, e gatshme, e shoqëroi deri në korridorin e klasës së tretë, komentoi se ishte kaq e rrallë të shihej prindër kaq të pranishëm dhe se Anisa do të ishte shumë e lumtur. Artani eci nëpër korridorin bosh me erë shkumësi dhe materiale shkollore, duke dëgjuar murmuritjen e largët të zërave të fëmijëve. U afrua te dera e klasës ku Valbona jepte mësim. Kishte një dritare të ngushtë në pjesën e sipërme të derës, nga ato që lejojnë të shohësh brenda pa u parë. Ai u afrua, kurioz për të vëzhguar të bien në mësim, duke imagjinuar tashitë të përqendruar, duke vizatuar, duke ndërvepruar me shokët e klasës. Ajo që pa ja paralizoi lëvizjet, ja ngriu gjakun në vena, ja shkatërroi në sekonda realitetin që ai kishte ndërtuar për familjen e tij. Klasa ishte në pushimin mes orëve, ai moment para vaktit të ndërmjetëm kur fëmijët përgatiten, bisedojnë, relaksohen. Anisa ishte ulur në rreshtin e fundit, vetëm, me kokën ulur. Fëmijët e tjerë hapnin çantat e tyre të ushqimit, shkëmbenin figurina, qeshnin. Valbona, gruaja e tij, mësuesja e përkushtuar, gruaja të cilës ai i besonte verbërisht, ishte përballë klasës duke organizuar letra. Pastaj, me një lëvizje të rastësishme, ajo afrua te banka e Anisës, mori çantën e ushqimit të vajzës që ishte mbi tavolinë dhe e vendosi mbi tavolinën e saj, larg mundësisë së fëmijës për ta arritur. Anisa ngriti syt, e frikësuar, por nuk tha asgjë.
Valbona buzëqeshi, atë buzëqeshje që Artani e njihte aq mirë, por që tani e shihte në një dritë krejtësisht të ndryshme. Anisa, sot do të rish pa ngrënë, tha Valbona me zë të lartë, mjaftueshëm që e gjithë klasa ta dëgjonte. Ti nuk arrite të përgjigjesh saktë pyetjeve të provimit të dieshëm, edhe pas gjithë kohës shtesë që të dhash për të studiuar. Duhet të mësosh se përtatësia ka pasojat e veta. Vajza u zbe edhe më shumë, nëse kjo ishte e mundur. Syt ju mbushën me lot, por ajo I mbajti. Artani pa duart e vogla të së bijes të dridheshin, e pa të ulte kokën sikur donte të zhdukej, pa turpin, frikën, poshtërimin të stampuar në atë fytyrë të vogël që duhej të ishte duke buzëqeshur, duke luajtur, duke jetuar. Por skena u përkeqësua. Valbona nuk u ndal me kaq. Tregonte me gisht një cep të klasës, pranë dollapit të materialeve, larg fëmijëve të tjerë. Tani do të qëndrosh atje, me shpinë nga klasa, derisa të mbaroj pushimi. Është një mësim që të mësosh të vlerësosh mundësitë që ke. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, në këtë moment duke parë vajzën tuaj të poshtërohej në këtë mënyrë, çfarë do të kishit bërë? Na tregoni në komente. Anisa u ngrit me lëvizjet e dikujt që është në një makth, eci deri në cepin e treguar, u kthye me shpinë nga shokët e klasës. Nxënësit e tjerë qëndruan në heshtje, disa të frikësuar, të tjerë të lehtësuar që nuk ishin ata. Askush nuk guxonte t'i ofronte ushqimin e tij. Askush nuk fliste. Pushimi që duhej të ishte moment gëzimi u shndërrua në një dhomë mortore. Artani vazhdonte të ishte aty, pas derës, plotësisht I palvizshëm. Truri I tij refuzonte të përpunonte atë që shihte. Ajo nuk mund të ishte gruaja e tij. Ajo nuk mund të ishte gruaja që ai donte, që kishte zgjedhur për të qenë njëka e vajzës së tij, që betohej se do të kujdesej për Anisën sikur të ishte vajza e saj. Por ishte. Ishte ajo. Dhe më keq, ky nuk ishte një moment I izoluar, një gabim, një egzagerim I rastit. Mënyra e natyrshme, pothuajse rutinë, me të cilën Valbona ekzekutonte atë dënim e bënte të qartë se ishte diçka e përsëritur, e planifikuar, e sistematizuar. Ai mori celularin me duar të dridhura, aktivizoi kamerën, filloi të regjistronte. Kishte nevojë për prova. Kishte nevojë të sigurohej se askush nuk do të thoshte më vonë se ai kishte kuptuar gabim, se kishte egzageruar, se I kishte nxjerrë gjërat nga konteksti. Regjistroi Anisën të izoluar në cep, regjistroi nxënësit e tjerë duke ngrënë ndërsa vajza e tij vuante nga uria, regjistroi Valbonën të ulur në tavolinën e saj, duke shfletuar një revistë dekorimi me shprehjen e dikujt që ka kryer me sukses një detyrë tjetër edukative. Skena zgjati 20 minuta të pafundme. Kur ra zilja e pushimit, fëmijët dolën në obor. Anisa vazhdoi në cep. Valbona e liroi me një gjest dembel të dorës vetëm kur klasa ishte bosh. Vajza doli duke zvarritur këmbët me supet e përkulura, një hije e asaj që duhej të ishte një fëmijë 8 vjeçar. Artani nuk priti më. Hyri në klasë me hapa të vendosur. Valbona ngriti syt, e befasuar, dhe fytyra e saj kaloi nëpër një sekuencë shprehjesh që ai nuk I kishte parë kurrë, befasi, frikë, dhe pastaj një buzëqeshje e sforcuar duke u përpjekur të rivendoste maskën. Artan, I dashur, çfarë surprize, filloi ajo, por ai e ndërpreu me një gjest të ashpër. Ku është vajza ime? Ajo doli në pushim. Unë isha pikërisht duke zbatuar një metodë pedagogjike që, metodë pedagogjike? Zëri I Artanit ishte I ulët, I kontrolluar, por I mbushur me një tërbim që nuk e kishte ndjerë kurrë në jetë. Të poshtërosh një fëmijë 8 vjeçar para shokëve të klasës, t'i heqësh ushqimin, ta izolosh në një cep sikur të ishte një kafshë që po dënohet, kjo është metodë pedagogjike? Valbona drejtoi supet duke u përpjekur të rifitonte qëndrimin profesional. Artan, ti nuk kupton nga edukimi. Anisa ka nevojë për kufi. Ajo ishte e demotivuar, nuk studioi për provimin, duhet të mësoj se. Ai I tregoi celularin me regjistrimin. Pash gjithçka. Regjistrova gjithçka. Dhe tani do të gjej vajzën time dhe do ta largoj nga këtu. Dhe ti nuk I afrohesh më kurrë. Fytyra e Valbonës humbi të gjithë ngjyrën. Ajo hapi gojen për të folur, por asnjë tingull nuk doli. Artani I ktheu shpinën dhe doli nga klasa, duke vrapuar nëpër korridore në kërkim të Anisës. E gjeti në obor, të ulur vetëm në një stol në një pemë, duke parë tokën, me krahët e kryqëzuar mbi stomakun bosh. Anisa, e thiri ai, duke u gjunjëzuar para saj. Vajza ngriti syt, të zgurdulluar nga habia dhe frika.
Babi, çfarë po bën këtu? Erdha të marr. Po ikim. Por mësimi nuk ka mbaruar akoma. Mësuese Valbona do të zemërohet nëse nuk do të zemërohet fare, e ndërpreu ai, duke e marrë në krah siç nuk e kishte bërë prej vitesh. Ti nuk kthehesh më në klasën e saj. Kur më? Anisa nuk e kuptoi plotësisht se çfarë po ndodhte, por ndjeu diçka ndryshe në përqafimin e të atit. Diçka që prej shumë kohësh nuk e ndjente. Mbrojtje. Siguri. Prani të vërtetë. Artani e mbajti vajzën në krah, doli nga shkolla duke injoruar shikimet kurioze të punonisëve dhe nxënësve. Valbona u përpoq t'i ndiqte, e thiri në emër, por ai nuk u ndal, nuk shikoi prapa. E vendosi Anisën në sediljen e pasme të makinës, i lidhi rripin e sigurimit me kujdes, i puthi ballin dhe i tha: "Më fal, bija ime. Më fal kaq shumë." Ata shkuan direkt në spital. Artani i telefonoi pediatrit privat të familjes dhe kërkoi që ai të ishte i disponueshëm menjëherë. Ndërsa prisnin në sallën e pritjes, ai mbajti dorën e së bijës, shikoi atë fytyrë të zbeth, ata sy të thelluar, atë trup shumë të brishtë për moshën, dhe ndjeu një faj kaq të thellë sa mezi merrte frym. Si kishte qenë kaq i verbër? Si e kishte deleguar dashurinë, mbrojtjen, kujdesin e vajzës së tij të dikush të cilit i besoi pa pyetur? Si i kishte injoruar shenjat, përpjekjet e teto luljes për ta paralajmëruar, simptomat fizike të dukshme, sjelljen e ndryshuar të Anisës? Pediatri e ekzaminoi vajzën për gati 2 orë. Kërkoi analiza gjaku, radiografi, ekografi. Rezultatet filluan të vinin gjatë pasdites dhe secili ishte një thik në gjoksin e Artanit. Kequshqyrje e moderuar. Gastrit eroziv i shkaktuar nga stresi kronik. Anemi. Çrregullime të gjumit. Shenja të vuajtjes psikologjike intensive. Mjeku, një zotëri 50 vjeçar me 3 dekada përvojë, mbylli dosjen me rezultatet dhe e shikoi Artanin me seriozitet. Zoti Hoxha, këto simptoma nuk shfaqen brenda natës. Anisa po kalon këtë prej muajsh. Më duhet të pyes, çfarë po ndodh në shtëpi? Artani i tregoi gjithçka. Mësuesja që u bë njerka. Rregullat e rrepta. Kontrolli. Dhe më në fund, atë që kishte parë atë pasdite në shkollë. Mjeku dëgjoi në heshtje dhe pastaj tha, pa e zgjatur, kjo që po përshkruani nuk është edukim. Është abuzim emocional. Dhe efektet në trupin e Anisës e vërtetojnë këtë. Ajo ka nevojë për trajtim mjekësor urgjent, ndjekje psikologjike të specializuar dhe kryesisht duhet të largohet menjëherë nga personi që po i shkakton këtë vuajtje. Fjalët ranë mbi Artanin sigur. Abuzim. Ai kishte lejuar që vajza e tij të abuzohej brenda shtëpisë së tij, brenda shkollës, nga dikush që ai vetë e kishte vendosur në atë pozicion pushteti. Përgjegjësia ishte e tija. Faji ishte i tij. Vuajtja e Anisës ishte pasojë e drejtpërdrejtë e zgjedhjeve të tij, e mungesës së tij, e verbërisë së tij të përshtatshme. Atë natë, Artani nuk u kthye në vil. E çoi Anisën në një hotel, i kërkoi teto luljes të sillte rroba dhe sende personale të vajzës. Guvernantja erdhi duke mbajtur valigje me lot që i rridhnin në përfaqe. Kur pa Artanin duke mbajtur Anisën në krah, duke e mbrojtur më në fund, shpërtheu në lot. Shefi e përqafoi, i kërkoi falje që nuk i kishte dëgjuar paralajmërimet e saj dhe e falenderoi që ajo kur nuk hoqi dorë nga kujdesi për vajzën. Teto Lulja pastaj shkoi në dhomën e saj, mori fletoren e fshehur me të gjitha shënimet e Valbonës dhe ja dorëzoi Artanin. Më mirë t'i shihni të gjitha. Duhet ta dini shkallën e asaj që po ndodhte. Ai kaloi natën duke lexuar çdo shënim, çdo fjalë të ngarkuar me manipulim, kontroll dhe mizori të maskuar si kujdes. Ndjeu të përziera, tërbim, dhimbje. Por kryesisht ndjeu turp. Turp sepse kishte dështuar kaq plotësisht me personin që donte më shumë në botë. Mëngjesi tjetër solli vendime të pakthyeshme. Artani u zgjua herët në hotel, vëzhgoi Anisën ende duke fjetur në divanin krevat pranë, me fytyrën më në fund të relaksuar pas një nate pa makthe, dhe mori telefonin. Telefonata e tij e parë ishte për avokatin më të mirë familjar të Tiranës. E dyta për prokurorinë. E treta për drejtoreshën e kolegjit Iliria. Çdo bisedë ishte e prerë, objektive, e ngarkuar me një vendosmëri që nuk e kishte ndjer kurrë as në negociatat më të vështira të biznesit.
Në orën 9 të mëngjesit, Artani ishte në zyrën e avokatit me regjistrimin e celularit, fletoren e shënimeve, raportet mjekësore dhe një listë dëshmitarësh që përfshinte Teto Luljen, Teto Dritën nga mensa dhe punonjës të tjerë të shkollës që, kur morën vesh se më në fund dikush po merrte masa, u ndjen të inkurajuar për të folur. Avokati, një burr me përvojë 60 vjeçar që kishte parë gjithçka, u zbe kur i shikoi materialin. Ky është një rast klasik i abuzimit emocional të vazhdueshëm, pohoi me seriozitet. Dhe fakti që ka ndodhur si në shkollë ashtu edhe në shtëpi, me dokumentacion të bollshëm, e bën situatën juridikisht shumë të qartë. Do të kërkojmë urdhër mbrojtjeje të menjëhershëm, do të padisim për dëme morale, do të kërkojmë largimin e saj të përhershëm nga çdo kontakt me fëmijën. Gjithashtu do të njoftojmë drejtorinë arsimore rajonale që ajo të përgjigjet etikisht për sjelljen e saj. Artani tundi kokën duke firmosur çdo dokument të nevojshëm. Për herë të parë në muaj, ndjente se po bënte diçka konkrete për të mbrojtur të bijën. Nuk bëhej fjalë më vetëm për para apo burime. Bëhej fjalë për të qenë i pranishëm, për të marrë vendime të vështira, për të përballuar pasojat e verbërisë së tij. Po atë mëngjes, përmbaruesit trokitën në derën e vilës në blok. Valbona mori njoftimin e urdhrit të mbrojtjes me duar të dridhura, lexoi se i ndalohej t'i afrohej Anisës më pak se 200 metra, se nuk mund të frekuentonte kolegjin Iliria, dhe se do të përgjigjej në proces gjyqësor për dëme morale dhe abuzim psikologjik. Bashkë me njoftimin, erdhi thirrja për të dëshmuar në prokurori dhe citimi i kërkesës për divorc me padi me kërkesë për dëmshpërblim. Maska më në fund ra. Valbona u përpoq t'i telefononte Artanit 10 herë. Dërgoi mesazhe të dëshpëruara, herë duke u justifikuar, herë duke kërcënuar, herë duke u lutur. Ai bllokoi të gjitha kontaktet. Nuk kishte më asgjë për t'u thënë. Gruaja që ai mendonte se njihte nuk kishte ekzistuar kurrë. Ishte vetëm një fasadë e ndërtuar mirë, një personazh i luajtur me mjeshtëri. Skandali nuk vonoi të përhapet. Disa prindër të nxënësve të kolegjit Iliria, të cilët prej kohësh dyshonin për diçka por kishin frikë të flisnin, filluan të shfaqeshin me rrëfime të ngjashme. Një nën tregoi se djali i saj, shok klase i Anisës, vinte në shtëpi duke treguar se mësuese Valbona ishte shumë e ashpër me thjeshtrën e saj, se e linte pa ushqim, se i bërtiste asaj privatisht. Një baba tjetër zbuloi se vajza e tij e kishte parë Anisën duke qarë në banjë, por ishte ndaluar nga mësuesja të tregonte për ndonjë të rritur. Punonjësit e shkollës, të mbrojtur nga lëvizja ligjore, më në fund u ndjen të sigurt për të dëshmuar. Teto Drita tregoi se si e kishte parë Anisën të vuante nga uria në mënyrë të përsëritur. Mësuesi i edukimit fizik përshkroi se si vajza kishte humbur ndjenjat gjatë një ore mësimi dhe Valbona e kishte minimizuar ngjarjen, duke thënë se ishte naz. Bibliotekarja tregoi se e gjente Anisën të fshehur mes rafteve, duke qarë në heshtje, e tmerruar për t'u kthyer në klasë. Drejtoria e kolegjit, e presionuar nga provat dhe nga Jehona, hapi një hetim të brendshëm. U zbulua se ankesat të tjera për metodat e Valbonës ishin arkivuar gjatë viteve, të injoruara për shkak të ndikimit dhe marrëdhënieve të saj brenda institucionit. Drejtoresha, e cila gjithmonë e kishte mbështetur Valbonën pa kushte, u shkarkua. Këshilli administrativ lëshoi një deklaratë publike duke u kërkuar falje familjeve dhe duke premtuar rishikim të plotë të protokolleve të mbrojtjes së nxënësve. Historia mbushi faqet e gazetave lokale. Mësuesja akuzohet se abuzon emocionalisht me thjeshtrën brenda kolegjit elitar në Tiranë. Jehona ishte e madhe në rrjetet sociale. Prindër nga i gjithë vendi filluan të ndajnë histori të ngjashme, të vënë në dyshim kufit midis edukimit të rrept dhe abuzimit psikologjik, të kërkojnë që shkollat të zbatojnë mekanizma mbrojtjeje më efektiv. Valbona u përpoq të mbrojej publikisht. Dha një intervistë për një blog duke pohuar se po i bëhej padrejtësi, se ishte një edukatore e përkushtuar viktimë e një ish burri hakmarrës. Por provat ishin të pakundërshtueshme. Regjistrimi, shënimet e shkruara me dorë, raportet mjekësore, dëshmitë e shumë njerëzve. Mbrojtja e saj u shemb shpejt. Drejtoria arsimore rajonale pezulloi licencën e saj profesionale. Shkollat ku kishte dhënë mësim më parë filluan hetime të brendshme. Emri i saj, më parë i lidhur me përsosmërinë pedagogjike, u bë sinonim i abuzimit të maskuar si kujdes. Procesi i divorcit ishte i shpejtë dhe i njanshëm. Artani kishte prova të mjaftueshme për të garantuar që Valbona të mos merrte asgjë përveç asaj që kërkonte ligji dhe madje të paguante dëmshpërblim për dëme morale.
Brenda 2 muajsh, martesa ishte zyrtarisht e anuluar. Valbona u largua nga Tirana, duke u përpjekur të rindërtonte jetën larg vëmendjes, por njolla në reputacionin e saj ishte e përhershme. Ndërsa stuhia juridike dhe mediatike ndodhte, Artani përqendroi të gjithë energjinë e tij te Anisa. Shiti aksione në kompani, delegoi funksione, anuloi udhëtime, refuzoi mbledhje. Për herë të parë në jetën e tij të rritur, puna nuk ishte prioritet. Vajza e tij ishte. E regjistroi në një shkollë të re, të vogël, mikpritse, të specializuar për fëmijët që kanë kaluar trauma. Punësoi një ekip multidisiplinar, psikologe fëmijësh, nutricioniste, pediatre, terapiste okupacionale. Çdo profesionist punoi në mënyrë të integruar për të ndihmuar Anisën të shërohej. Shërimi ishte i ngadaltë dhe i dhimbshëm. Anisa kishte makthe të shpeshta, zgjohej duke bërtitur, refuzonte ushqimin nga frika se do të dënohej. U deshën javë derisa ajo të kuptonte se nuk do të dënohej për gabime, për të qarë, për të ndjerë uri, për të qenë fëmijë. Psikologjia punoi me teknika traume, e ndihmoi vajzën të verbalizonte frikërat që më parë ishin vetëm ndjesi në tru. Nutricionistja krijoi një plan ushqimor të butë, pa presion, duke respektuar kohën e Anisës për të rindërtuar një marrëdhënie të shëndetshme me ushqimin. Artani ishte i pranishëm në çdo hap. E çonte të bien në konsulta, merrte pjesë në seancat e terapisë familjare, mësoi teknika të komunikimit jo të dhunshëm, studioi për traumën e fëmijërisë, lexoi libra për prindërimin e pranishëm. Zbuloi se të ishe baba nuk ishte për të siguruar burime, por për të qenë i disponueshëm emocionalisht, për të vërtetuar ndjenjat, për të krijuar një mjedis të sigurt ku fëmia mund të ishte i cenueshëm pa frikë. Teto Lulja vazhdoi të ishte ura afektive e shtëpisë. Por tani nuk ishte vetëm. Artani gatuante mëngjesin në fundjavë, e çonte Anisën për akullore pas terapisë, shite filma i përqafuar me të në divan, i lexonte përralla para gjumit. Geste të vogla që për shumë familje ishin rutinë, por për ata ishin rindërtim i lidhjes pjesë-pjesë. Muajt u shndërruan në stinë. Dimri i ftohtë i gushtit i la vendin pranverës së lulëzuar të shtatorit. Anisa filloi të buzëqeshte përsëri. Jo atë buzëqeshje të sforcuar dhe të shuar të mëparshme, por një buzëqeshje të sinqertë që i arrinte sy. Filloi të vizatonte përsëri, fillimisht me droj, pastaj me më shumë besim. Vizatimet e saj ndryshuan. Më parë ishin gjithmonë peizazhe të zbrazta ose fytyra e së-ëmës. Tani përfshinin veten, tatin, teto Luljen, miqtë e rinj të shkollës, qenin që Artani adoptoi për t'i bërë shoqëri. Gastriti u trajtua me ilaçe dhe dietë të përshtatshme. Pesha u kthye gradualisht me ndjekje të kujdesshme nga nutricionistja. Netët e gjumit u përmirësuan ndërsa ndjenja e sigurisë u konsolidua. Anisa ende kishte ditë të këqija, momente kur kujtimi i traumës kthehej, por tani kishte të rritur të pranishëm për ta pritur, për t'i kujtuar se ishte e sigurt, se askush nuk do ta lëndonte më. Në shkollën e re, ajo lulëzoi. Mësuesit ishin të trajnuar në edukimin e informuar nga trauma, dinin të njihnin shenjat e vuajtjes, punonin me durim dhe butësi. Anisa bëri miq të vërtet, mori pjesë në kurse arti, fitoi një çmim në një konkurs vizatimi bashkiak. Talenti artistik që Valbona e kishte përdorur si mjet manipulimi u bë burim i vërtet gëzimi dhe shprehjeje. 2 vjet pas zbulimit, Artani shikonte vajzën e tij 10 vjeçare dhe shihte një fëmijë krejtësisht të ndryshëm nga ajo vajzë e mbledhur në cepin e klasës. Anisa qeshte me zë të lartë, vraponte në park, kishte opinione, shprehte ndjenja, hante me oreks, flinte e qetë. Procesi i shërimit nuk kishte qenë linear, kishte pasur hapa prapa dhe vështirësi, por transformimi ishte i pamohueshëm. Biznesmeni gjithashtu u transformua. Zvogëloi ngarkesën e punës me 40%, delegoi operacione, investoi në drejtues kompetent për të marrë funksione që më parë i centralizonte. Zbuloi se kompania nuk shembej pa praninë e tij të vazhdueshme dhe se, në fakt, funksiononte më mirë me një menaxhim të shpërndar. Kishte më shumë kohë për Anisën, për veten, për të jetuar përtej shifrave dhe tabelave. Filloi të frekuentonte grupe mbështetëse për prindër që kishin kaluar situata të ngjashme. E kuptoi se nuk ishte vetëm. Kishte qindra familje ku abuzimi emocional ndodhte i maskuar si edukim, si disiplinë, si dashuri e ashpër. Bisedoi me prindër që gjithashtu kishin qenë të verbër, që gjithashtu i kishin besuar personit të gabuar, që gjithashtu mbanin faj. Këto takime e ndihmuan të përpunonte udhëtimin e tij, të falte veten, të transformonte dhimbjen në mësim.
Ishte në një nga këto mbledhje që takoi prindër të tjerë të interesuar për të krijuar diçka më të madhe. Një lëvizje, një projekt, një mënyrë për të parandaluar që fëmijë të tjerë të kalonin atë që kaloi Anisa. Së bashku, themeluan një ujë që të quajtur sy të vëmendshëm, të fokusuar në edukimin e prindërve, mësuesve dhe komuniteteve për shenjat e abuzimit emocional të fëmijëve, për ndryshimin midis disiplinës së shëndetshme dhe kontrollit shkatërues, për rëndësinë e besimit të fëmijët kur ata, edhe pse në mënyrë indirekte, kërkojnë ndihmë. Ojqja ofronte leksione falas në shkolla, trajnime për edukatorët, grupe mbështetëse për familjet, materiale edukative për prindërimin e ndërgjegjshëm dhe mbrojtjen e fëmijëve. Artani financoi strukturën fillestare, por bëri çmos që të ishte një punë kolektive, jo një veprim individual. Teto Lulja merrte pjesë duke treguar përvojën e saj si një punonjëse që u përpoq të paralajmëronte, por nuk u dëgjua. Anisa, kur u ndje gati në moshën 12 vjeçare, regjistroi një dëshmi audio duke treguar historinë e saj në mënyrë anonime, e cila përdorej në leksione për të treguar perspektivën e fëmijës. Ndikimi ishte i rëndësishëm. Dhjetëra shkolla rishikuan protokollet e tyre të mbrojtjes së nxënësve. Qindra prindër mësuan të njihnin shenjat e vuajtjes emocionale të fëmijët e tyre. Raste të ndryshme abuzimi u identifikuan dhe u ndërpren fal ndërgjegjësimit të promovuar. Ojqja u rrit, hapi deg në qytete të tjera, krijoi partneritete me zyrat për mbrojtjen e fëmijëve dhe drejtoritë arsimore. Anisa u rrit. Në moshën 15 vjeçare, ishte një adoleshente e sigurt, e angazhuar, e talentuar. Vazhdonte ndjekjen terapeutike, jo sepse ishte e sëmur, por sepse kishte mësuar të vlerësonte shëndetin mendor si pjesë të kujdesit për veten. Studionte në një shkollë arti, donte të bënte fakultetin e psikologjisë, ëndërronte të punonte me fëmijë që kishin kaluar trauma të ngjashme me të sajën. Në moshën 18 vjeçare dha aprovimet e maturës dhe fitoi e para në psikologji në Universitetin e Tiranës. Në festën e festimit, modeste por plot dashuri në vilën e bllokut që tani ishte një shtëpi e vërtet, Anisa mbajti një fjalim që i la të gjithë të pranishmit në lodh. Unë nuk përcaktohem nga ajo që më ndodhi kur isha 8 vjeçe. Unë përcaktohem nga mënyra se si e ka perceva, nga njerëzit që më mbështetën, nga babai im që u zgjua në kohë për të më shpëtuar, nga teto Lulja që kur nuk hoqi dorë nga unë, nga profesionistët që më ndihmuan të rindërtohesha. Sot e di se mund ta përdor këtë përvojë për të ndihmuar fëmijë të tjerë të gjejnë zërin e tyre, të besohen, të ndihen të sigurt. Kjo është ajo që dua të bëj me jetën time. Artani e përqafoi, i emocionuar, dhe e kuptoi se ai moment ishte prova se shpengimi ishte i mundur. Se edhe pasi kishte dështuar kaq tmerrësisht, ishte e mundur të korrigjoje rrugën, të merrje përgjegjësi, të punoje pa u lodhur për shërimin. Nuk e fshinte të kaluarën, nuk e zhbënte dhimbjen që Anisa kishte ndjer, por e transformonte vuajtjen në qëllim. Vite më vonë, me Anisën tashmë të diplomuar dhe duke punuar në një klinikë të specializuar për traumën e fëmijërisë, Artani u ftua të mbante një fjalim në një kongres edukimi. U ngjit në skenë një burr rreth të 50-tave që kishte mësuar mësimet më të vështira të jetës dhe tregoi historinë e tij pa filtra. Foli për biznesmenin e fiksuar pas suksesit që neglizhoi vajzën e tij. Për gruan që dukej perfekte por ishte një grabitqare. Për shenjat që injoroi. Për guvernanten që u përpoq ta paralajmëronte dhe nuk u dëgjua. Për momentin shkatërues kur më në fund pa të vërtetën. Për rrugën e gjatë të shërimit. Për transformimin që ndodhi kur ai zgjodhi, më në fund, të ishte babai që vajza e tij kishte nevojë. Mesazhi i fundit jehoi nëpër audiencë, ne nuk mund ta delegojmë dashurinë. Nuk mund të besojmë separat, struktura apo profesionistët kompetent zëvendësojnë praninë. Fëmijët kanë nevojë për të rritur që janë të vëmendshëm, të disponueshëm, të gatshëm të dëgjojnë edhe kur është e pakëndshme. Kanë nevojë të dinë se do të besohen kur kërkojnë ndihmë, edhe nëse në mënyrë të heshtur. Dhe ne, të rriturit, duhet të kemi përulësinë të pranojmë kur gabojmë dhe guximin për të ndrequr. Audienca u ngrit në duar trokitje. Shumë qanin. Pas fjalimit, 10 prindër e kërkuan, duke ndarë historitë e tyre, duke kërkuar këshilla, duke e falendëruar që kishte pasur guximin të ekspozonte publikisht dështimet e tij. Anisa ishte në fund të auditorit duke parë të atin. Ai e pa, buzëqeshi, dhe ajo i buzëqeshi përsëri. Një buzëqeshje bashkëpunimi, faljeje, mirënjohje të ndërsjell. Ata kishin përshkuar së bashku një rrugë të dhimbshme, por kishin arritur në anën tjetër.
Jo të plotë si më parë, sepse trauma lë shenja, por më të fortë, më të ndërgjegjshëm, më njerëzor. Ajo vajzë që një ditë qëndroje izoluar në një cep të klasës, duke vuajtur nga uria dhe turpi, tani ishte një profesioniste që ndihmonte fëmijë të tjerë të gjenin zërin e tyre. Ai baba që një ditë ishte i verbuar nga ambicia dhe besimi i gabuar, tani ishte një mbrojtës i palodhur i mbrojtjes së fëmijëve dhe prindërimit të pranishëm. Dhe Teto Lulja, tashmë në pension por gjithmonë e pranishme, shikonte gjithçka nga rreshti i parë, me duart e ndërthurura dhe zemrën në paqe, duke e ditur se këmbëngulja e saj, refuzimi i saj për të hequr dorë nga ajo vajzë, kishte bërë të gjithë ndryshimin. Se edhe kur dukej se askush nuk po dëgjonte, fjalët e saj kishin mbjellë fara që mbin në momentin e duhur. Historia e Artanit dhe Anisës nuk ishte për një fund të lumtur perfekt ku gjithçka zgjidhej magjishëm. Ishte për realitetin e ashpër të familjeve që përballen me sfida, që bëjnë gabime, që duhet të rindërtojnë lidhje të fragmentuara. Ishte për faktin se abuzimi mund të ndodhë në vendet më të pamundura, i praktikuar nga njerëzit që dyshojmë më pak, dhe se e vetmja mënyrë për ta luftuar është përmes vigjilencës së dashur, dëgjimit të vëmendshëm dhe guximit për të vepruar edhe kur është e papërshtatshme. Ishte për një baba që mësoi, në mënyrë të dhimbshme, se të jesh i pranishëm nuk është për sasinë e kohës, por për cilësinë e pranisë. Për një vajzë që zbuloi se zëri i saj ka rëndësi, se ndjenjat e saj janë të vlefshme, se meriton të kujdeset me butësi. Për një guvernante që mësoi se këmbëngulja në kujdes, edhe kur nuk njihet, mund të shpëtojë jetë. Dhe për një shoqëri që ka nevojë urgjente të ndalojë së ngatëruari kontrollin me dashurinë, ashpërsinë me edukimin, abuzimin me disiplinën. Vite kaluan që nga ajo pasdite gushti kur një baba hyri disa minuta më herët në një klasë dhe pa se çfarë po ndodhte me vajzën e tij. Por ai moment ndryshoi trajektore, shpëtoi një jetë, zgjoi ndërgjegje, krijoi lëvizje. Vërtetoi se kur nuk është vonë për të parë, për të vepruar, për të rifilluar. Dhe se mrekullia më e madhe nuk është që gjithçka të jetë perfekte, por që, edhe pas vuajtjes, ende është e mundur të rindërtohet dashuria, besimi dhe shpresa. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit dhe Anisës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar, klikoni butonin më pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.